Shumë të bukur atë. Aruba. Jene Aruba këtu. O, sa e bukur. Edhe këtu në Meksik, Cabo. Edhe këtu në Meksik. Tajland. Në Tajland. Shumë udhëtime. Shumë udhëtime. Edhe një jetë... Tokyo me mamin. Në Tokyo me mamin. Po. Ja ke dedikuar kësaj kohë edhe për të eksploruar vendet e reja, edhe për të njohur me kultura të reja? Po, është pasioni im, është udhëtimi. Është një pasion i ri? E di që duket shumë egzageruar, po unë muaj për muaj jam diku. Sepse ashtu, Amerika, si që dim gjithë, të kërkon punosh fort. Gjithë kohë, vërtet, e vërtet. Gjithë kohë jo, por ama shumë po. Varet se në që stadi ja. Por që po, kërkon angazhim, kërkon punë. Edhe bashkëshorti them, kam gjetur ca bileta për këtë muaj, si me ndonë ti, kam e thë, po, prap me pushimet ti. U njohoj me bashkëshortin të ndëkum, thuaj. Në Itali. A i ka shërbyer në marinën amerikane në flotën e 6, dhe asaj kohë ishte ushtarak amerikan, tani ka bërë atë tranzicionin në civil, ku është dhe inxhinier i fushës teknologjisë. Wow. Po, atë kam sukses shumë bashkëshortin. Dhe i njohë në Itali, Dhe i njohë në Itali. Në këtë botën e ushtarake, si u fute prej babait? Prej babit. Prej babit. Dhe ishte ndryshe, kur futeshet, kur shkon ti atje, një vajzë artiste, që sigurisht do bie në sy edhe të... Jo, se nuk i thoja që këndoja. Se i gjithmonë bënin pyetje që këndon, po çfarë po bën këtu? Vërtet, gjithve që i tregoj këto videot që këndojmë, thonë, që po bën këtu ti? Vërtet. Realitet tjetër e Shqipërisë. Kujtojnë siguria në Hollywood. Po, nuk e të kanë i dërvarë. Nuk e të kanë asë njeri. E së si e quajnë bashkëshortin? Ta bëj sekret ato? Oke, dakord, është një zjedhja jotja. Ta bëj sekret ato? Me që e po, këtu jeni foto të dy qift? Qift në Bora Bora. Në Bora Bora. Para 2 javësh. Mrekulli. Si ishte, dhe me thënë, kjo zhvendosja tashmë e një vajze, nga mami dhe babi, tek jeta që të ndërtojë me bashkëshortin tënë. Është pak e shumë e ngjashme, sepse nga një familje ushtaraku, po prap në një familje ushtaraku. Në një familje ushtaraku. Strikt. Vazhdon t'jemi strikt. Vërtet? Është ai kaq vërtet strikt? Po, është në kohë, është strikt, është të përkushtuar, ka të work ethics, po i një gjë dhe për mua. Kështu që nuk ka qenë një tranzicion, babos drejtori me këtë dalje, si të përshtatëm. Nuk e kam pasur problem. Edhe atë kulturën, them në njëherë, duke si u jam martuar në një shqiptar. Sepse nuk e di ngjason shumë kulturës time, në base dhe nga që është nga Ohio, edhe pse ai e ka lënë Ohion 17 vjeç për të futur në ushtrinë amerikane, por mendoj se kultura atyre ngjason më shumë me kulturën, ose me normat tona. Po, me normat tona, nuk janë këto qytetet e mëdha, big cities, ku ti... Po, jo, e kuptoj shumë mirë se kur e kanë atë lidhjen me familjen. E ka lidhjen me familjen, po. E ka lidhjen me familjen. E ka këtë, e djela e familjes. Po, e ka këtë. Por kjo për mua ishte shumë